Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari nuk ka njohuri që në Spitalin Klinik të Tetovës prej një viti tashmë nuk kryhen ndërhyrjet kirurgjike ortopedike. Pacientët dërgohen kryesisht në Shkup. Në Tetovë ndërhyrje kryhen të një përqindje tejet minimale. Shkak për moskryerjen e operacioneve në ortopedi dhe traumatologji është mungesa e materialeve për operim. Këtë e konfirmoi dhe vetë drejtori i Spitalit Klinik Agim Berisha. Unë nuk kam ndonjë informat, me siguri drejtori din tamam. Ka ngesur puna për shkak se nuk ka materiale. Edhe do të hapet këto ditë do të hapet tenderi dhe besoj që do kryhet kjo. Çfarë ndodh me ato pacientët që kërkojnë ndihmë? Për momentin janë drejtuar në klinikat e Shkupit. Për fat keq, kështu ka qenë. Mungesa e materialeve për operim në repartin e ortopedisë dhe traumatologjisë nuk është problemi vetëm i Spitalit të Tetovës, thot shefi i repartit të ortopedisë Arton Neziri. Ai tha se ky repart ka dhe mungesë të mjekëve. Ka gati 1 vjet që neve jemi të hendikepum për shkak të materialeve për të cilat neve i kërkojmë radhazi. Këto materiale janë më së nevojshme dhe këto ndërhyrje ortopedike, traumatologjike, kohës fundit janë kryer edhe në klinikën e Tetovës. Siç dihet, kjo shkon me anë tenderimit dhe kërkesa jon deri tek drejtoria ka qenë e vazhdueshme. Në momentin e fundit kur është ndërpre kontrata me këto materiale, ka qenë tetori dhe nga jo kohë neve nuk kemi pas mundësi dhe nuk kena arrit që bëjmë kërkesa të reja. Kjo na ka vëndu edhe neve në pozicion të vështirë, për shkak se numri i madh i pacientëve të cilët kërkojnë trajtim kirurgjikal dhe në klinikat e Shkupit, po posaçërisht në klinikën tonë të ortopedisë dhe traumatologjisë, me numër të kufizum për arsye të kushteve dhe personelit mjekësor, i cili është deficitar, shpresojmë dhe jena në koordinim me drejtorin që sa më shpejt të zgjidhet dhe të rikthehena përsëri punës ashtu siç ka qenë deri më tani. Rënja e numrit të operacioneve të kryera ka nisur në vitin 2023, kur nga gjithsejt ka pasur 140 operacione, ndërsa një vit më vonë vetëm 40 operacione, ndërsa viti 2025 ka pasur vetëm 8 operacione dhe atë me disa materiale që kanë ngelur.